dhënia e edukatës e virtyteve të larta dhe moraleve të mira. Pra edukimi i fëmijës me këto cilësi të hishme, me zakonet e mira dhe virtytet e larta, në gjithçka e cila është në përputhje me fenë e Allahut Jalla wa Ala. Profeti alayhi salatu wassalam thot: "Men ibtuliya min hadhihi al-banati bi shay'in fa ahsana ilayhin kunna lahu sitran min an-nar." Ati që Allahu Azza wa Jall i ka dhuruar vajza, i ka dhuruar vajzat dhe sillet mirë me to. Pra sillet mirë me to, u përmbush gjithçka që kanë nevojë, shpenzimet dhe gjithçka tjetër, ja përmbush mësimin e fesë, ja përmbush mësimin e gjithçka të dobishme, për njohurive dhe dijeve të kësaj bote. Kunna lahu sitran min an-nar. Ato do të jenë pengesë, do të jenë mbrojtje për këtë prind prej zjarrit të dhimbshëm të xhehenemit, gjë e cila tregon sigurisht mirësinë e edukatës, mirësinë e mbrojtjes së fëmijëve tan me virtytet e hishme. Kështu që patjetër që marrëdhënia e prindit me fëmijën duhet të ndërtuar në bazë të butësisë, në bazë të mëshirës, të dëmshurisë, në bazë të dashjes së mirësisë për të, në bazë të drejtësisë, dhe gjitha kjo është plotësim i edukimit dhe rritjes së shëndosh të fëmijëve tan.